Për të gjithë ju që jeni kurios ose doni të dini diçka të re, më poshtë janë 25 fakte rreth planetit ton. Toka është planeti i tretë në sistemin ton diellor. Duhen rreth 8 minuta e 20 sekonda që drita të arrijë nga dielli deri në tokë. Bërthama e tokës është po aq e nxehtë sa ajo e diellit. 1/3 e planetit ton është pjesërisht ose tërësisht e shkret. Oqeanet mbulojnë 71% të planetit Tokë. Antarktida përmban 70% të ujit të freskët të tokës dhe 90% të akullit të saj. 20% e oksigjenit të tokës prodhohet nga shirat e pyjeve të Amazonës. Pika më e thellë e njohur e tokës është e barabartë me 24.5 ndërtesat të Empire States. Toka është i vetmi vend në sistemin ton diellor ku uji mund të jetë i pranishëm në 3 gjendjet e tij: i lëngshëm, i ngurtë dhe avuj. Uji përbën 0.7% të tokës me masë ose 0.4% sipas vëllimit të tij. A e dini se nëse do shponit një tunel në mesin e tokës dhe të udhëtonit ndërmjet nga fillimi deri në poshtë tokës, do t'ju duheshin diku tek 42 minuta që ju të gjendit në anën tjetër të tokës. Para se pemët të ishin të zakonshme, toka ishe e mbuluar me krëpulla gjigande. Kanë regjistruar asnjëherë rrjeshje shiu në shkretë të tjera në Atakamës, në Kili. Poli magnetik i tokës po lëviz me 16 km në vit drejt veriut. Sovjetikët shpuan vrimë më të thellë në botë për 14 vite, e cila ishte 12.262 metra. Çdo ditë deri në 4 miliard meteorite vjen në planetin Tokë. Nga 100 deri në 300 pluhur kozmik hyn në atmosferën e planetit ton. A e dini se ka më shumë organizma të gjallë në një lugë çaji në planetin Tokë se sa vetë njerëz në Tokë? Rreth 500.000 tërmete ndodhin në botë çdo ditë dhe 100.000 prej tyre mund të ndihen, por 100 prej tyre mund të shkaktojnë dëme. Në tokë ka mjaft arë sa për ta veshur sipërfaqen e saj me 48 cm. Pjesë të mëdha të Kanadas kanë më pak gravitet se sa një pjesë tjetër. Ky fenomen u zbulua në vitin 1960. Fusha magnetike e tokës është dobësuar në 180 vitet e fundit. 10 deri në 20 vulkane shpërthejnë çdo ditë në tokë. Ngroja globale ka ngritur temperaturën e saj me 0.8 gradë Celsius që nga revolucioni industrial. Nëse ju pëlqejnë këto fakte interesante, atëherë mund të komentoni në videon tonë dhe mund të lini një subscribe. Mos harroni të shtypni zilën që të vinë videot më të fundit të akauntit tonë. Por mos harroni të komentoni në këtë video